më e veçantë është. Me një problem që është sot përgjithësi të muslimanëve në veçanti të vllaznia me mjekra dhe me pantoll. Problemi është shumë i madh sot të ndëruar xhamatin është se muslimanët sot edhe vllaznia me mjekra dhe me pantoll të shkurt i adhurojnë hoxhallarët. I simpatizojnë hoxhallarët. I dëshirojnë hoxhallarët. I pasojnë çorraz e hoxhallarët. Edhe kjo adhurimi hoxhallarëve, ndjekja e hoxhallarëve, çorrazi, simpatizimi tepër të hoxhallarëve, pa nevojë atë. Ngritja e hoxhallarëve në vend më të madh se sa që e ka lejuar, Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë ndodhen të vllahu me mjekër dhe me pantolla shkurt që mos më nik rrugën e hakut. Kjo është problemi më i madh. Pse? Se çpi dashurisë të madhe që ka për atë hoxhën e refuzon hakun. Dhe na i shohëm për shembull disa vllaznie që vinë derse, mirë po fjalë që i flasim ju vinë rën. Pse? Se ka mizën mazveshje edhe më njëherë mendojnë të ai hoxha i vet i caktuar, thonë, që adhuron ato, e simpatizon ato, e dëshiron më tepër se si duhet dhe i ka dhënë më tepër se si duhet, edhe mos e shën derse. Për çfarë arsye? Për arsye se i ka dhënë tepër i ka dhënë. Dhan më shumë se që Islami i ka dhënë hoxhës si hoxh, shejhet si shej, edhe ka lënë kën ekstremizëm që hakun më i dha me ngu hakun. Pe rrugës tonë e ahlusunnetit dhe xhamatit, që ka thonë Ibn Taymija është që na nuk i bojna shafira njerëzit. Larga saj. Mirë po na ja kallzojnë çdo njëri të gabimet. Edhe nëse është baba ju. Edhe nëse është baba jyt që me kon shafir i urdhnun mos i mirë me to për çështën e dunjos. Ka thonë Allahu azza wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Shoqëroj ata dy prindit e fjala nëse janë shafira me një shoqërim të mirë. Këtë botë. Ama kur të çështja fes, si dhona për parësia as babas as kërkujna. Kur të çështja hakut, si dhona për parësi kërkujna. Kur të është fjala e Allahut azza wa jall, mbytyje, edhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e se një baba as Kur'anin e as Sunetin, se bona filozofna, edhe me ngrit me thonë, me babën s'ka. S'merr vesh. Këto mas mirë në vërtetën të ndëruar xhamatin që duhet më uru fanatizmin të hoxhallarëve. Adhurimit hoxhallarëve, simpatizimit tepër, ngritjes tepër të hoxhallarëve duhet më uru shumë. Wallahi është problemi më i madh, është koku më i madh që nuk e lë njërin me pasu hakun. Hoxha, dashnia ndaj hoxhës. Shonë se më sufistët, problemi më i madh me ndiku të sufistët është për arsye se ai ka marr hoxhën edhe çka thotë hoxha. Edhe ka pëtyne që bojnë kufër edhe shirk ato. Bojnë me hoxhën edhe. Do të shumë adhuron apo hoxhën e ka vënë, do thotë edhe hoxha thotë më sheh. Jetëm për ndim për shkak thotë ai hoxhën e ka në Turqi atje. Mulla Pekmezën apo thën, edhe thotë ka dalla ai mulla Pekmezën më sheh mu këtu. Në dyqan ose në xhami. Subhanallahu, i tut më shumë atin se Allah, vallahi po kra pa rast. Pse domethën pasim çor, edhe ti pa dhe Allah çka duhesh tani ballë ha. Ti këton më njerë ja ekstremist, ja terrorist, ja ku më di çka, ja i rrap ja vehabia, ku më di. Kjo është realitet. Thash as bobës nuk e dhona për parësi, se jo pa më pasit me hoxha, ama Allah shkelzejnë të ati tjetër, se dhona për parësi kërkujnë po të është hak. Edhe nuk qarrohëm, edhe nuk e ndjekëm qorëze, edhe nuk e dojna, ma shumë se sa hak. Po të përmanin dy raste, pe i djetarët manë. Njone me babën e vetë që ka fol, e tjetër që ka fol me hoxhën e vetë më të mirë. Këto dytën ma më që e dini me hoxhën e vetë, ama të parën shatë të përmanin. Nëse dikush në Shtefani. Imam Dhahabiju i ka thonë Ibn Taymis, ti e hoxha jam, ti e dashni jam, ti e mësuesi jam, ti e prisi jam, e fjale. Po që i ka thonë? Haku është më i dashni se ti. Këtë këto që i kije, haku të onë është më i dashni se ti. Hoxha të mundet, këtë mi pas, ama nëse se ka hakun, të ti duhet me konë haku më i dashtën, se so këtë që i ka hoxha jam. Edhe me vitin nëse ka qenë masin, edhe nëse ke poharin shumë, edhe nëse ka qenë se bërë nashta mi bëhë dy sunete me në shumë mjekën e pantof. Haku të duhet me kanë madhe. Dhe e dyta është Ali ibn Medini. Ka qenë për mu haditha Uthman. Djetarë hadith. E kam vetë. Baba jetë po kalzun hadithe. A mi amar hadithet. Baba jetë është të kalzu hadithe. A mi amar hadithet. Ka hesht se baba. A thënë. Ju që ka rëson me kalzu hakun. A mu me njëherë njëzët të flasën. Që e hoxha që tha për babën. A që ashtë? Edhe i ka thonë, ja,
mos merrni hadithe prej tina. La ta'khudhu minhu al-hadith. Mos merrni prej tina hadithe. Innahu dhaif. Ka thonë ai është i dobët në hadith. Subhanallah. Pse ka thonë? Për arsye ka thonë se kjo është fe e Allah dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo të babës. Edhe haku nuk është i jam e vllaznije. As juve, as i ati hoxhës, as ati hoxhës. Haku është i Kur'anit dhe Sunet e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata sa do një hoxh që ja ke pa hojnë dhe kes me to, e lëshon hakun, mos e njek. Pse se ki përgjithësi për Allahut azza wa jall. Se kjo është feja Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e hoxhës as e xhamat. Po është e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoxhën do të mënon, babën e ka refuzuar dhe i ka ndaluar xhamatin e talebet me marr hadith për tina, se ka qenë i dobët hadith. Çka ta mërmane sa nësot për një hoqë që e nërën menhejgjën edhe hakun për një shebap edhe një majonez. Ja habib sana, do të më vedisua. Pra ta haku për shë që për jodam vaznime, pëse se i keni marrë hoxallatë për të shërëni. Mi po ja, kjo është gabim. Kjo është gabim. Pra ta këshur kush e folën hakun, ja merë. E burët nuk bën me njohë paras me një hakun. Na e njohëm hakun, e kush është me hakun i njohëm burët e hakut. E nuk njohëm burra, do më thonë, nuk njohëm njerëz, se ai burë që është burë, nuk njohëm njerëz e përmes ty në hakun, ja, e njohëm hakun, e kush është me hakun e njohëm edhe atë burën. E problemet e na është na njohëm hoxhallar, ama hakun se njohëm, kur? Ja, e njohëm hakun edhe kush është me hakun, cëllë hoxh është, e njohëm edhe atë hoxhë. Ose atë vllahun me mikër me pantolla shkurtë kështu më. Dhe kjo është një hymje që me avo bejam vllaznive që mos ju vjen zor haku kur të ngosh. Edhe nëse ta prish shefin ati hoxhës që e ke ngu me vjet. Për arsye se nëse kjo punë është e Allahut dhe pejgamberit, jo e hoxhës. Pa marr parasysh edhe pse unë më llash këzim. Edhe për krahnëm, edhe hajtëm për mas, edhe ngone dersat e mia deri kur të qëndroj hak. Çfarë që të la hakun sana, obligim e keni më çukunoj me edhe më pështyj edhe më mlon. Çfarë që të la hakun. Ama hakun nuk është çust mendon dikush, për shembull, pëlqen hoxha ose s'pëlqen hoxha, çust ja marr dikujna. Po peshore për hakun tam është Kur'ani dhe Suneti. E qesim Kur'ani dhe Sunet qartë mia, menhejgjin tam, edhe i peshojna. Nëse peshon hak, atëherë vini me mua. Nëse s'peshon hak, obligim e keni me ecë. Jo e fshi jo, po Kur'ani dhe Suneti. Na matin juve dhe neve.